Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sprovat e jetës janë të atilla që përfundimi i tyre, triumfi dhe fitore ndaj tyre nuk vjen shpejt. Është situatë e ndërlikume. Kërkon angazhim, punë, mund, lodhje, planifikim, zgjidhje, sakrificë, flijim, edhe mas një kohë gjatë mund vjen fitoria. E tani, në këtë proces të zgjatur, të ballafaqimit, të përplasjes, të përpjekjes për të gjetë zgjidhje, besimtari e kupton natyrën e sprovës dhe e pret ndihmën dhe përkrahjen nga Allahu Dhul Xhelal. Dhe këtu del shesh besimi i vërtet i besimtarit dhe mungesa e besimit tek ai që shtiret si besimtar, e që na fetarisht i themi atij munafik. Kjo sprova dhe zgjatja e procesit të përplasjes deri në rezultat, besimtarit ja shton bindjen dhe gatishmërinë për të mbështetur Allahut dhe për të kërkuar ndihmën dhe përkrahjen e tij. Mirë, po çka ndodh me munafikun? Munafiku fillon ashtu sikur se nuk kishte bindje në fillim, me ju shtu bindja se kjo është rrugë pafund. Është konflikt pa zgjidhje. Është përplasje pa fitore. Në këto situata munafiku thot atë që Allahu për te ka treguar në Kur'an. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Krejt atë që na ka premtuar Allahu i Madhreshëm edhe i dërguar i tij janë mashtrime. Allahu akbar. Shefni tani në prizmën e këtij ajetit, krahasoni qëndrimet e njerëzve sot. Besimtarët janë të bindur në triumfin e të vërtetës. Janë të bindur në përfundimin e konfliktit në favor të besimit dhe besimtarëve. Kurse të tjerë që nuk janë besimtarë të vërtet, ata që në start kanë dyshu, kanë hezitu, dhe normalisht kanë sabotu, dhe vazhdojnë me sabotimin e tyre, duke i thonë njerëzve premtimet e Allahut, edhe premtimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë mashtrime. Andaj mos hini këtë rrugë, këtë konflikt, të përplasje, se s'keni fund. Këtu dashash besimtari i vërtet prej munafikut, Allahu na rujt.